ka një grup që po strukturohet, duke mbetur pikërisht te kjo pjesë e grupeve, a ka një grup që po strukturohet brenda Partisë Socialiste, por edhe jashtë saj, sa i përket elementëve që kanë bazën e tyre tek Partia Socialiste, sepse përmendim këtu një nga socialistët e vjetra si Ermelinda Meksi ka sjell një shembull personal të saj në rastin e të birit i cili kishte tentuar që të bashkëpunonte me Akshin dhe më pas të gjithë dinë se si përfundoi historia e Akshit, pra që doli në një rast korrupsioni dhe ajo e ka shprehur në një farë mënyre qoftë indirekte mënyrën se si po qeverisë Edi Rama dhe mënyrën se si qeveria po shkon skandal pas skandali. Në këtë rast, a ka një grupim që po strukturohet për të shkuar në një moment final për të goditur hapur më pas Edi Ramën? Pikërisht tek kjo më duket se po shpjegoj dhe po rithem edhe një herë, qoftë edhe për dëgjuesit ta kuptojnë mirë. Tok fjalëshi i përdorur nga Elisa Spiropali, që kjo nuk është Partia Socialiste. Ajo i drejtohet Ramës direkt, duke deklaruar që pra ky drejtim qoftë i partisë dhe qoftë i qeverisjes nuk është Partia Socialiste. Pra tregon se ka një grupim tjetër brenda dhe ky grupim është grupimi i Fatmir Xhafës, i drejtuar nga Fatmir Xhafa, apo dhe nga Gramoz Ruçi, pavarësisht se Gramoz Ruçi nuk del në skenë. Po mos harrojmë se është një nga komanduesit apo njohësit më të mirë të elektoratit të Partisë Socialiste, të cilën e ka komanduar gjatë gjithë kohës. Edhe kur Rama ka ardhur në krye të Partisë Socialiste, mos harrojmë pavarësisht nga pazaret që bëri me Nanon, por kryesori dhe ndërmjetësi i të dyve ka qenë Gramoz Ruçi. Kështu që nuk do të anashkolluar në asnjë moment kjo, por ajo që bie thash, që bie në sy, bie se po të shifni në të gjithë tok fjalshin e saj, Elisa Spiropali nuk e ka përdorur ndonjëherë këtë tok fjalsh. Pra kjo është për një thirrje që i bëhet antarësisë Partisë Socialiste apo atyre socialistëve të cilët janë të zhgënjur nga Rama, qoftë në ndërtimin e partisë, qoftë në qeverisjen e vendit, se të gjithë e shohin për shembull dhe ata nuk e budallëjnë, pak a shumë e shohin se si ka shku situata dhe sa i pakënaqur është populli, apo politika që Rama po bën. Mos harrojmë se Rama po bën politika antikombëtare, të cilat bien ndesh apo bien në sy apo rëndojnë mbi vetë antarësinë e Partisë Socialiste, se nesër do dalin në fushat. Supozojmë vajtja në Itali, thirrja nga Meloni. Sot Ramës ulja në gjunjë e Melon, para Melonit. Por Rama mos harroni se Rama në Itali është thirrur pikërisht për të ngritur kampe refugjatësh në Shqipëri. Mirë po kjo nuk i konvergon shumë edhe vetë Partisë Socialiste në këtë pikë. Kështu që ka një përplasje. Mirë po kam parë tashmë ashtu si drejton qeveri që nuk pyet njeri, ai absolutisht nuk drejton dhe partinë pa pyetur asnjë. A ka përgjegjësi qoftë Elisa apo të gjithë ata të tjerë të cilët janë brenda asaj partie, patjetër që kanë përgjegjësi, sepse duhet kishim folur para se të bëhej gjëja. Dhe prandaj them, Elisa e ka inatçore, deklarim inatçor, por në këtë inat tashmë si themi që ajo lloj antarësia apo ai lloj grupazhi duhet përfitoj apo do përfitoj për një përplasje më të madhe apo direkte tashmë ndërmjet të Ramës dhe dy grupimeve tjera. Se mos harrojmë se është edhe grupimi tash i Ballukut, i cili është brenda Partisë Socialiste, një pjesë dhe do ketë edhe një përplasje ndërmjet Ballukut dhe Elisës. Për të jeni të bindur që do ketë edhe një përplasje të tillë, ashtu si do ketë përplasje nesër, do ketë edhe një përplasje ndërmjet Ballukut edhe Ramës. Gjithashtu Elisa Spiropali shkruan më tej se kur struktura shtetërore të emëruara, të promovuara dhe të kontrolluara nga e njëjta dorë, tashmë jo formale të paraprira nga portalet paguara me para të errta, fillojnë të sulmojnë në mënyrë brutale deri edhe familjar në punë të tyre, atëherë kuptohet qartë se kufit janë tekaluar dhe se nuk bëhet më fjalë për politikë.
Në këtë rast, kush është dora që po e godet në mënyrë indirekte Elisa Spiropalin? Është Edi Rama apo në këtë rast kemi të bëjmë me një viktimizim të vet Elisa Spiropalit për të fituar kredite politike? Nuk e dëgjoj, lufta e klaneve, kur filloi lufta e klaneve nuk ka më pasaj viktimizim. Lufta e klaneve do hajde kokat e tyre, patjetër, sepse jo gjithmonë se je pjesë e një klani dhe ti sulmon klanin tjetër dhe pastaj ti bëhesh drejtues apo bëhesh pjesë e asaj, sepse ka dhe një moment sepse Elisa Spiropali nuk është se ka ardhur sot apo është antare e Partisë Socialiste dhe si antare e Partisë Socialiste ka ngritur shkallët e saj nëpërmjet karrierës, nëpërmjet vlerave, kontributeve që ka. Mos harrojmë se Elisa Spiropali s'ka si zero kontribut në Partinë Socialiste, ka ardhur nga mjafti G99 dhe është bërë deputete e Partisë Socialiste pa qenë fare pjesë e strukturave të partisë. Tomi drejtën në këtë pikë, domethënë, nuk është po marr si shembull, nuk është Ermelinda Meksi që i përshon fjalën Partinë Socialiste sepse ka një jetë me Partinë Socialiste, me që përmend, ose nuk është Fatmir Xhafa, nuk është, nuk di me këta, por nuk e krahasoj me këto milet e çakanarta të tjerë, patjetër nuk e krahasoj me këta. Por tashmë ajo ka parë zëvendësimin që Rama po i bën të gjithë grupimit të themit Fatmir Xhafës, gjithë ti grupimi Rama po bën zëvendësimet. Qofse do vini re edhe ndryshimet që Rama bëri në qeveri janë personazhe të cilët i përkasin lidhjes që kanë me botën e krimit, i përkasin Belinda Ballukut apo dhe vetë Ramës. Kështu që nuk është pjesa e grupimit tjetër. Dhe këta duke e parë veten jashtë loje tashmë, fillojnë dhe ngrejnë apo hedhin hipoteza të ndryshme apo fillojnë dhe hapin gojën. Por kjo lloj hapje goje është e vonuar, por gjithsesi ata gjen edhe momentin kur Rama po goditet ndërkombëtarisht. Rama i ka kreditet zero, qoftë në Amerikë, qoftë në Europë, dhe në këtë moment këto kërkojnë edhe ta godasin, pra marrin edhe një goditje nga brenda. Përveç goditjeve që ka marrë nga jashtë, të marrë edhe goditje nga brenda. Këtu është gjithë filozofia, pra është një filozofi e ndërtuar, por nuk është vetëm, mos e shihni Elisa Spiropalin vetëm. Pra si po bën ajo vetëm po bën këtë luftë. Dhe duke qenë pikërisht te ky argument, apo zhvillohet një luftë e heshtur mes Edi Ramës dhe Fatmir Xhafait dhe të dy po tentojnë të godasin eksponentët që kanë afër njëri tjetrit? Patjetër që kjo luftë nuk është e sotshme. Kjo luftë ka kohë që ka nisur, që është me shkarkimin e Fatmir Xhafës kur po shkarkimi i tij si ministri i brendshëm, qoftë edhe në atë aspektin kur mundua ta afroj Fatmir Xhafën me një komision parlamentar për të kontrolluar spakun, gjë që e kuptonte mjaft mirë Rama që ajo do dështonte si komision sepse ishte antikushtetues, dhe ai pikërisht vuri Xhafën në këtë lloj komisioni apo si iniciatori i këtij komisioni pikërisht për ta goditur në këtë lloj forme. Pra për t'i dhënë një goditje institucionale, themi, një goditje duke pasqyruar Xhafën si ligjbërësi i këtij komisioni, dhe sikur ishte Xhafa që kërkonte tashmë ta kontrollonte spakun. Në një të kohë që ishte vetë Rama, Xhafa ra në këtë grac, por si duket e kuptoi dhe po ta veni re, ai komision nuk ndihet më, nuk flet më, nuk ka më absolutisht asnjë lloj funksioni, asnjë lloj gjëje. Dhe këtu është ajo përplasje që Rama kërkon të bëjë. Por Rama e di shumë mirë që me përsa i përket të tjerë, ai përsa është kryetari i partisë apo kryetari i qeverisë, ai mund të heqë dhe mund të vej çdo kënd, po çdo kënd mund ta heqë dhe ta vej. Ata tashmë po kërkojnë pozicionet brenda partisë, jo pozicionet qeverie, po kërkojnë pozicionet brenda partisë. Ata duan që të forcojnë pozitat e tyre në parti. Dhe të gjithë të deklarimet që bëhen janë pikërisht për të forcuar pozitat në parti që nesër në një ikje të Ramës
të pa detyruar, të detyruar dhe pa qef, se Rama patjetër do largohet nga ai post, nuk e zgjat më. Thash, qoftë nga dosja që ndodhet në Amerikë, qoftë edhe nga lëvizjet e SPAK-ut, qoftë edhe nga lëvizja e fundit që bëri GKK-ja, duke e pranuar kërkesën për qenë dëshmitari, ishte një hap shumë i madh, nga pikpamja politike, ishte një hap tepër i rëndësishëm që Rama pranoi që Rama të vi dhe të dëshmojë në gjykat, nuk ka rëndësi çështja, ka rëndësi që kryeministri vjen të dëshmon, duke pas parasysh që ka një dosje të hapur penale për 5 maj,